Infrastruktura dhe rrugët në lagjen e rajonit 4 të qytetit të Vlorës prej 20 vjetësh është lënë në shkret. Gjatë takime me Genz Deromemaj, kandidatin e Partisë Demokratike për Bashkinë e Vlorës, banorët e lagjes 1 Maj kanë kërkuar vëmendje. Investime në infrastrukturë, kanalizime të ujrave të zeza, ndriçimin e zonës, ku pas orës 7 është e pamundur të lëvizet nga errësira dhe frika e grabitjes. Por problem nuk është vetëm siguria. Këtu mbizotron varfëria. Disa vuajnë papunësinë e shtuar, të tjerë heqen nga skema e ndihmës sociale apo kempit. Ata kërkojnë shpresë, e Genz Deromemaj ju premtoi punë, dinjitet dhe shpresë gjatë bisedës me ta. Nuk kemi një dritë, vajt atë nusja një ndihë se e kishja të sëmunjën, të rashtë e valjunit, nuk shikoj pa dritë. Ju të kërkojmë llogari për gjitha këto që kanë bërë. Po them sakt për këto që nuk kanë bërë. Tu tregojmë vendin e të themi në 21 qershor duam zgjidhje. Atë që na keni mashtruar 18 vjet rresht, sot tu kërkojmë të drejtën. Ti rregullojmë gjitha këto. Më dhafsh 1000 vjeç. Të gjithë bashkë. Këta të gjithë, po ku di unë ka vajtur si ka në zëmër nuk. Tani na vun ferr. Ne jemi futur në ferr. Kush t'ket syle tash? Kush mos ketë mos tash? Ne jemi tani në ferr. Edhe të vesh tani koha shumë mbyta, thua, mbytu edhe një çik më shumë. Tregoja si jeton, tregoja ku bie ja, tu bie shinë veshim çizme. Do fitojmë se s'bën, kemi detyrim. Po, inshallah. Ja kemi detyrim këtij popull. Inshallah, më bëhet çift shumë. Tu uroj nga zemra. Dy kërkesa kanë atë. Janë pa për krah sociale. Janë vetë 5. Pa punë, pa katani pasje. Punojnë në bashkim, më marr me merr ti, më merr Alberi, më merr tjetri, janë pa siguracion, pa asgjë, pa të tjetër. Drita ti paguaj atë 5 lekë, ma morën tani ai shini, ai deri Zaua, ma mori Zaua tani atë 25 lekë. Paguaj 25.000 lekë tani. 100.000 lekë borx vetëm punoj a buk, asgjë tjetër. Të dy dëmë kanë pa punë, njëri ishte 21. Na mua i ke votat me gjë shpyrt. Unë kam shpresë aty. Kam djalin tjetër 2 vjet pa punë, kam burin teknik të mesëm, ndërtimi, e di shumë mirë se mi komshi, pa punë. Unë roj me një pension 100.000 lekë. Jemi në mes të rrugëve të vjetë. Nuk është jetë. Rrugë bukë të thotë me atuja me domate, ja, qupar të ndarë në burin me një fëmijë, s'kam të 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 Nuk është kjo jetë. pensioni 75.000 lekë, 75.000 Nuk është kjo jetë lekë. që meritojmë. Nuk është kjo jetë. Unë thash, masë ikën ajo zoti me dhe hapë që të prapë ju inshallah. Vetëm ka që lutëm një zotit. 40 vjet që më shkarkojnë me ndërë, u e të zëta më mati. E marrë 20 vjet, jo një gjithë. Ku të janë kosh? Ku të vesh? E kam 20 vjet që e ablatëm. Ku 20 vjet, 20 vjet kjo, garantuar. Njëse mua dhe më kesh gatë. Sot ke fat që ke ardhur në thate, ke ardhur mirë, po do kështë ardhur me gomone, se ne përndaj kemi mbajtur gomone, do kemi mbajtur... Keni përdojnë për vajtë shpi. Je me shumë fat, po është turp për politikën shqiptare që kjo lagje, 100 vjeçare, nuk kanë hedhur as gjysmë legu në këtë lagje. Unë jam 63 vjeç sot, në këtë kum kam lindur dhe në këtë kum pres të vdes, e kupton? Jo, nuk do të lejojmë që të rikëshu. Inshallah ta mbash fjallën dhe sinqerisht ta them, familja ime do t'japi votën. Mëtej rrugtimi kandidati demokratik për Bashkinë e Vlorës vijoi në zonën e kabinave të plazhit të vjetër. Aty ku mjerimi është ulur këmbkryq në strehat e këtyre qindra familjeve, veç papunësisë, kushteve mizerabile dhe mungesës së investimeve në këtë zonë, banorët në gabina tankohen edhe për energjinë elektrike të faturuar arbitrarisht. Genz Deromemaj ju kërkoi banorëve besim, duke i ftuar ata që në 21 qershor të votojnë për të ardhmen më të mirë të qytetit. Deromemaj tha, vota e 21 qershorit do të rikthejë dinjitetin çdo vlonjati.